Kalojmë propozimin e zotit Nika në votim për nga vlera 700 lek të jetë. Është 5 apo 4 ndajeni midis jush? 5.000 lek. Të jetë 5.000 lek, nga 7.000 lek në 5.000 lek. Pro? Qa po bëjmë? Po kalojmë votim pikën e rendit ditës. Kalojmë propozimin e zotit Nika fillimisht votim, më fali. Kalojmë propozimin e zotit Nika në votim. Për 5.000 lek, blera? Nga 7 5.000 lek, pro? Ju mos kam asnjë gjë. Po s'kam asnjë gjë. Po mirë, shumë mirë. Se kuptoj, votoni pra. Kush është pro për 5.000 lek? Sa janë, të lutem, numëroni votat? 13. Sa janë pro? Ku i ke more vllak? 16 s'ka gjë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 me 2 me 3 me 4 me 10. Mos u bën një ngatrim, prit. Qa, për 500 lek pra? Po. Për 7 dalë 1 minutë. Për 700 lek. Jo, për 5.000 lek është propozimi. Për 7. Një prap. Dalë se shkujtoj. Jo, për 5.000 lek. Për 5.000 lek propozimi i zotit Nika kalon në votim për 5.000 lek tarifa e plazheve publike. Sa veta janë pro, ju lutem ngrini kartonat, numëroj sekretarja. Faleminderit. Jo, fare, 0, asnjë gjë. Unë po numëroj. Oni la po tani të lutem. Marroj 1 minutë mos e pa votindajt. Kaloj në propozim, po edhe një kalim. Jo, e bëra njerëz, mund ta bëj 100 herë. 16 ishte 15 dhe 1, 16. 15 nga salla dhe 1 nga... I frejt vendimit. Sa ishin kundër? Propozimi kalon, atër 16 vota pro ishin për propozimin e zotit Nika për të pasur tarifën 500 lek. Propozimi, si që ka ardhur me tarifën 700 lek, ju lutem kartonat, sa veta janë pro. Po. Atëre kalon propozimi zotit Nika me 500 lek tarifja e çmimit të çadrave.